Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e panumërta me të cilat ai vazhdimisht dhe pa ndërprer na begaton, dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me dersin e radhës nga derset që i mbajmë në lidhje me jetën e pejgamberit alayhi salam apo sirën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në dersin e kaluar e përmendëm se pejgamberi alayhi salam pas vdekjes së xhaxhait të tij Ebu Talibit dhe gruas së tij Hatixhes radiallahu anha, sepse Ebu Talibi nuk i besoi, pra për të nuk thuhet radiallahu anh, pas vdekjes së këtyre dyve, të cilët i ndihmonin shumë në thirrjen që e bënte në fenë e Allahut subhanahu wa taala, e përmendëm se pejgamberi alayhis salam e intensifikoi davetin që ua bënte atyre që ishin jashtë Mekës, sepse prej mekelive më nuk pat shpresë, saqë i angushtuan të gjitha rrugët e thirrjes. Andaj edhe në kohrat e haxhit, kohrat kur u bonin Mekë umre, kur vinin fiset Mekë, e shfrytëzoi këtë rast që t'u bëj më shumë thirrje pra fiseve tjera, me shpresë se do ta pranojnë ndonjë fis islamin dhe do t'i mundsoj pejgamberit alayhis salam që të bëj thirrje më lehtë. Dhe kështu edhe ndodhi, deshti Allah subhanahu wa taala që disa prej Medines të vinë në Mekë me punët e tyre, po edhe për ta vizituar Ka'ben dhe të takohen me Muhammedin alayhis salam. Dhe kjo nuk ishte hera e parë që një grup prej medinelive vinte në Mekë, dhe nuk ishte hera e parë që disa prej medinelive ishin takuar me Muhammedin alayhis salam. Mirë po në këtë rast dallon prej rasteve tjera, sepse do të ketë më shumë sukses. Ndërsa në përgjithësi medinelit çdo herë kanë qenë më të butë ndaj Muhammedit alayhis salam dhe çdo herë ja kanë kthyer më të mirë thirrjen, siç e përmendëm në dersin e kaluar, pra rastin e Suaid ibn Samitit, i cili kur ja tregoi pejgamberi alayhis salam atë në të cilën thëriste, në fillim i tha shumë thirrje e mirë, ja lavdroi fjalët e tij, edhe pastaj kur u kthye në Medinë e pranoi fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe ngjajshëm me këtë është rasti i Iyas ibn Muadhit, i cili po ashtu ishte prej medenelive apo prej banorëve të Medinës. Dhe ai kishte ardhur me disa prej Beni Abdul Ashhal, të cilët ishin një pjesë prej medinelive me fisin e tij, pra me atë rrethin më të ngushtë, kishin ardhur te pejgamberi alayhis salam. Faktikisht u takuan me pejgamberin alayhis salam në rrugë, ndërsa kishin për qëllim që të bisedojnë me banorët e Mekës, që të marrin pra të ndihmojnë kundër Khazrejit, sepse në Medinë në atë kohë kishte dy fise, fisi Aus dhe fisi Azraq, dy fise arabe të cilët në gjenealogji u kthenin tek babai i njëjtë, pra prej dy vëllezërve rridhnin këta dy fise. Mirë po, për shkak të një vrasjes që kishte ndodhur mes, pra njëri prej këtyre fis e kishte vrarë njërin prej fisit tjetër, për shkak të kësaj vrasjeje patën armiqësi 120 vite me radhë. 120 vite me radhë nuk mundën që të pajtohen. Dhe jehudit të cilët ekzistonin në Medinë e shfrytëzonin këtë rast. Sa herë që e shihnin se këta pak po bashkohen, po i përmirësojnë marrëdhëniet, e nxitnin ndonjë fesat të ri, pra, dhe ndonjë luftë të re në mes të këtyre dy fiseve. Andaj në këtë rast këta erdhën që të marrin prej kurejshve, sepse kurejshët ishin fis arab i njohur, me pozitë, me autoritet të fuqishëm, deshën që të bëjnë pra marrëveshje me kurejshët kundër Khazrejve, kundër fisit tjetër në Medinë. Mirë po deshti Allah subhanahu wa taala që pejgamberi alayhis salam duke i thirr fise tjera t'i takoj
në mes të rrugës dhe ju prezantua siç e kishte zakon dhe i pyeti se kush janë ata dhe pse erdhën në Mekë. Dhe ata si njerëz sinqert ja treguan shkakun, ja kajtën dertin siç përdoret në popull, pra i treguan se kanë shumë luftra në mes veti dhe kanë nevojë për një ndihmë prej jashtë që do t'u ndihmonte kundër fisit tjetër. Atëherë pejgamberi alayhis salam ju tha, atë ju tregoj diçka që është më e mirë se kjo për të cilën ju keni ardhur. Ju tha, uluni këtu me mua që të bisedojmë dhe t'ua sqaroj atë për cilën unë po bëj thirrje. Ajo që është më rëndësishme në këtë rast është se ky që e përmendëm, Iyas ibn Muadhi, e pranoi, pra zemra e tij e pranoi thirrjen e pejgamberit alayhis salam, u kthye ka populli i tij dhe ju tha, vallahi tha, këto fjalë këti janë më së vërteta dhe propozimi i tij është më i mirë se ky propozim të cilën ne dëshironim ta realizojmë. Sepse ata çka dëshironin të realizonin, të marrin ndihmë më të madhe ushtarake kundër fisit të cilët në realitet ishin familje e tyre, sepse rridhnin nga i njëjti prind. Ndërsa pejgamberi alayhis salam i ofronte të dy fisëve islamin dhe që t'i vëllëzëroi prej fillimit. Andaj kjo ishte për njeriu e mençur, kjo është propozimi më i mirë. Mirë po ata tjerët, e sidomos Ebul Hajser, i cili ishte kryetari i këtij grupi të Ausalive, i tha këtij hesht, sepse unë tha jam kryetar, ndërsa të tjerëve u tha ngritemi, kthehemi për Medinë. Dhe nuk ju mundsu pejgamberit alayhis salam që ashtu si grup ta pranojnë thirrjen dhe ta marrin pranë Medinën. Këtë rast nuk ju mundsu. Mirë po ky Iyas ibn Muadhi e pranoi në zemrën e tij, kur ishte me pejgamberin alayhis salam, zemra e tij e pranoi. Pastaj kur u kthyn në Medinë, deshti Allah subhanahu wa taala që smurret dhe të vdes për një kohë të shkurt. Mirë po ato tjerët transmetojnë se kur ka vdekur me shahadet, me tekbire, pra ka vdekur si musliman. Ibn Ishaqi rahimahullah thot, kur deshti Allahu subhanahu wa taala që ta ngrit fenë e tij, dhe kjo ndodhi pas viteve dhe viteve që i bënte pejgamberi alayhis salam dhe u mundonte pra me fiset, dilte në mëngjes prej shtëpie e u kthehej kur më ishte bërë nata e vonshme, pra kthehej vonë vetëm duke shkuar në përfise dhe duke u shfaqur thirrjen e tij. Dhe kështu kaluan vite, pejgamberi alayhis salam nuk po e ul intensitetin, përkundrazi po e shton intensitetin e thirrjes dhe nuk po i humb shpresat. Atëherë thot Ibn Ishaku, mund këtë moment deshti Allahu subhanahu wa taala që ta ngrit fenë e tij dhe t'i ndihmoj pejgamberit të tij. Dhe kështu është ligji i Allahut subhanahu wa taala, që ndihma e tij t'u arrijë robërve në momentin kur ata janë në vështirësinë më të madhe, pra në momentin kur lufta kundër tyre është në kulm, në atë çast Allahu subhanahu wa taala u azbret atyre ndihmën e tij. Andaj thot Ibn Ishaku, pejgamberi alayhis salam në çdo tubim, çdo herë kur vinin fiset arabe në Mekë, pejgamberi alayhis salam u ofronte thirrjen dhe ofronte që ta marrin dhe t'i ndihmojnë si pejgamberi i Allahut që është. Mirë po thot, në vitin 11 sipas hijretit, sipas shpalljes prej kur i zbriti pra surja Alek, në vitin 11 deshti Allahu subhanahu wa taala që të vinë një grup prej fisit tjetër, prej Khazrejit. Ky i pari që e përmendëm, ku ishte Iyas ibn Muadhi, ishin prej Ausit, ndërsa këta tjerët ishin fisit tjetër, prej Khazrejit, të cilët erdhën pra ishin duke kaluar pranë pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ju bënte thirrje të gjithë të tjerëve, ndërsa këta ishin kështu kalimtar të rastit dhe nuk i kishte për qëllim, nuk ishte nisur pejgamberi alayhis salam drejtim tyre
veçanërisht, pra special për ata, po i takoi si kalimtar të rastit në rrugë. Mirë, po nuk e la këtë shans pa e shfrytzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ju tha, kush jeni ju, tha, kush jeni ju, a ka mundësi që të prezantoheni kush jeni ju? Ata i tha, ne jemi një grup prej fisit Hazraj. I tha, a jeni ju ata të cilët keni marrëveshje me jehudit? Tha, po, ne jemi ata. Atëherë ju tha, a nuk uleni së bashku që kam disa muhabete me juve, pra kam diçka t'ju ligjeroj, t'ju sqaroj? Ata thanë, nuk është problem, po ulemi. Atëherë pejgamberi alayhis salam u sqaroi fenë Allahut subhanahu wa taala, i thiri në Islam, u lexoi disa ajete prej Kur'anit famlart, derisa ata heshtën dhe sikur ndryshoan pamja në fytyrat e tyre ndryshoi, sepse siç tregojnë ata pastaj, siç transmetojnë jehudit të cilët ishin në Medinë, kishin ardhur pra jehudit prej Sham, prej drejtimit të veriut të gadishullit arabik prej Siris, kishin ardhur special Medinë, sepse në shkrimet e tyre e kishin të shkruar se një pejgamber do të vijë pra në këtë vend me kësi përshkrimi, një vend që është në mes të kodrave dhe ka shumë drujt të hurmave. Andaj kishin ardhur në Medinë dhe në Khajber, ishin koncentruar më shumë. Ajo që është më rëndësi, pra, kur ata binin konflikt me vendalit, me arabët, qofshin ata të Ausit, qofshin prej Hazrejve, kur binin ndonjë konflikt mosmarrveshje, kërcënoheshin dhe ju thonin, ka ardhur koha që të vijë një pejgamber i Allahut. Edhe kur të vijë ai, do t'ju rafshojmë, pra, do t'ju vrasim dhe do t'ju masakrojmë. Dhe kjo fjalë kishte mbetur në mendjen e Medenelive, më konkretisht tash fisit Hazrej. Pra, kjo fjalë ju kishte kujtuar, sepse ata shpesh kërcënoheshin në këtë drejtim, dhe ky kërcënim ju bëri dobi. Andaj u kthyen ndaj njëri tjetrit dhe i than, a ju kujtohet se jehudit kështu me këtë fjalë janë kërcënuar ndaj nesh? Andaj ju tha, ai kryesori prej tyre ju tha, atyre që ishin mat, ju tha, e jani që ta pranojmë këtë fe para se të marrim vesh jehudit, sepse nëse ata e pranojmë, ne u kry puna jonë. Dhe më thonë, subhanallah, pak ajo armiqësia me jehudit, pak informata që i kishin marrë prej atyre, ndikuan që këta të bëhen musliman. Dhe kështu ndodhi, e pranuan fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe u kthyen në Medinë si musliman. Këta ishin 6 veta dhe transmetojnë pra historianët se këta janë Esad ibn Zurare radiallahu anhu wa Auf ibn al-Harith ibn Rifa'a. Kjo për dobi, do më thonë, për ta treguar precizitetin e historianëve të jetës pejgamberit alayhis salam, saqë edhe emrat e këtyre 6 vetave i kanë regjistruar. Tjetri ishte Rafi ibn Malik ibn al-Ajlan, tjetri ishte Kutbe ibn Amir ibn Hudejde, tjetri ishte Ukbe ibn Amir ibn Nabi dhe i fundit ishte Gjabir ibn Abdillah ibn Riyab radiallahu anhum. Këta 6 veta, të cilët emrat cilve i përmendëm, u kthyen në Medinë, mirë po nuk u mjaftuan vetëm ata e pranuan Islamin dhe të mjaftohen me kaq, ne jemi musliman, u kry puna. Jo, sa u kthyen më njëherë filluan që ta përhapin fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në vitin e ardhshëm, kur erdh sezona e ardhshme, pra viti i ardhshëm, erdhën tash 12 veta. 6 kanë, tash erdhën 12. Prej atyre që e kishin pranuar Islamin sebeb këtyre, pa e parë pejgamberin alayhis salam, vetëm për shkak të thirrjes së këtyre 6 vetave. Dhe kur erdhën në këtë rast ndodhi edhe beslidhja e Akabes, që njihet mbas të vendit ku ka ndodhur kjo beslidhje që quhet Akabe. Dhe beslidhja në këtë vend ka ndodhur 2 herë në mes pejgamberit alayhis salam dhe ensarve, banorëve të Medinës. Ka ndodhur 2 herë, ndërsa ne tash do të flasim për beslidhjen e parë. Pra, dersi i sodit është kjo, beslidhja e parë e Akabes mes Muhamedit alayhis salam dhe banorëve të Medinës, sepse kjo do ta ndryshojë të gjithë, pra do të jetë
kthim vendimtar në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Thot transmeton Ubade ibn Samit radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam kur erdhën tash këto 12 vetat, atëherë ju tha, e jani të bëjmë beslidhje apo marrveshje, që ta bëjmë një marrveshje me të cilën ju pra më besatoheni se do t'i respektoni disa kushte, se ta shumë do të vite ju pra, pas një kohë do të vite ju, gjithsesi do të bëjë hijret në Medinë, andaj duhet që të merremi vesht, që ti kemi disa kushte parasysh. Ndërsa arabët ka qenë e njohur të ata se kur e kanë bërë një marrveshje, nuk e kanë thyer, sepse këtë e kanë konsideruar prej nënshmimeve më të mëdha, që njeriu të gënjej apo ta thej ndonjë marrveshje. Edhe pse kanë qenë mushrik, i kanë respektuar fjalët e dhëna. Atëherë pejgamberi alayhis salam, siç transmeton pra Ubadet ibn Samit në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, pejgamberi alayhis salam ju tha: "Bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'a." Më jepni besën se nuk do t'i bëni shirk Allahut subhanahu wa taala. Gjëja e parë me cilën filloi ishte tauhidi apo adhurimi i Allahut të vetëm. Wala tusriku. Dhe nuk do të vidhni. Ma jepni besën se nuk do t'i bëni shirk Allahut, dhe e dyta, nuk do ta merrni pasurinë e të tjerëve me pa të drejtë. Wala taznu, dhe nuk do të bëni zina. Nuk do ta prekni nderin e të tjerëve. Wala taqtulu auladakum, dhe nuk do t'i vritni fëmijët tuaj, të cilën e kemi përmendur më herët se ka qenë zakoni i arabëve që t'i vrasin, faktikisht t'i varrosin fëmijët, sidomos fëmijët femra, pra t'i varrosin të gjalla. Pejgamberi alayhis salam tha, më premtoni se nuk do ta veproni më këtë gjë. Wala ta'tu bi buhtan taftarunahu, dhe nuk do të shpifni. Çfarë do lloj shpifjesh? Nuk do të shpifni. Wala ta'su fi ma'ruf, dhe nuk do të më kundërshtoni në urdhrat që unë do t'u jap juve. Këto ishin pra pikat e marrveshjes në mes të Muhamedit alayhis salam dhe në mes të ensarve, gjithsesi banorëve të Medinës, të cilët erdhën në Mekë për t'ia dhënë besën Muhamedit alayhis salam. Dhe siç e shihni pra, gjërat më të rëndësishme apo bazat e fesë, nuk do të bëjnë shirk, do të adhurojnë vetëm Allah, nuk do të vjedhin, nuk do të bëjnë zina, nuk do të vrasin fëmijët e tyre, po edhe vrasje të tjera, dhe nuk do të shpifin e as që do të kundërshtojnë urdhrin e Muhamedit alayhis salam. Shumica e shkrimtarve, e historianëve, këtë marrveshje, këtë beslidhje e quajnë si beslidhja e parë e Akabes, apo marrveshja e parë e Akabes, sepse vendi ku u bë kjo marrveshje njihej me emrin El Akabe. Pasi u bë kjo beslidhje dhe u kry sezoni i haxhit apo edhe gjëra tjera tregti që kishin çka do qoftë pra, që kanë pas nevoja tjera këto ensarët, dhe u nisën që të kthehen në Medinë, pejgamberi alayhis salam u dha me ata një shok, pra e dërgoi një shok prej shokëve të tij me ata që t'u mësoi fen. Njërin prej atyre që kishin qëndruar me pejgamberin alayhis salam dhe i dinin më hollësisht çështjet e besimit, po edhe çështjet e rregullave të cilat kishin zbritur deri në atë kohë. E ai ishte Mus'ab ibn Umairi radiallahu anhu. Mus'ab ibn Umair është prej sahabëve të njohur dhe është ai i cili ishte thirrësi i parë në Medinë. Dhe deshti Allah subhanahu wa taala që të lëshoj bereqet të madh në thirrjen e këtij njeriu, në thirrjen e Mus'ab ibn Umairit radiallahu anhu. Dhe për shkak të tij shumica e banorëve të Medinës e pranuan Islamin. Në krye të cilëve ishin dy prej udhëheqësve të Medinës, udhëheqësve politik dhe ushtarak të Medinës, dy prej njerëzve të cilëve u dëgjohej pra fjala, fjala.
I pari prej tyre ishte Saad ibn Muadhi radiallahu anhu, Saad ibn Muadhi radiallahu anhu, dhe i dyti prej tyre ishte Useid ibn Hudejri radiallahu anhuma. Dhe kur këta dy e pranuan islamin, atëherë ma krejt familje e tyre, krejt fisi këtyre dyve, hynën në islam vetëm pse këta dy e pranuan islamin, sepse kishin respekt, si udhëheqës që i kishin i nderonin dhe i respektonin. Andaj edhe u bën sebeb që të futen në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Siç thot Neveviu rahimahullah, thot dhe e pranuan islamin sebeb këtyre dy burrave, të gjithë pra familjarët e tyre, dhe mjafton, thot Neveviu, kjo si nder dhe si vlerë e madhe për Mus'ab ibn Umairin, i cili pra ishte ndihmëtari i parë i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte në pikat shkurtra ajo që dëshironim ta sqarojmë lidhje me marrëveshjen e parë, beslidhjen e parë të Akabes. Tash do t'i përmendim disa dobi, pra si që kemi zakon, pasi që e sqarojmë ngjarjen, shkurtimisht t'i përmendim dobit të cilët i kam përmendur dietarët pra në lidhje me atë që e tham. Dobia e parë është se kur pejgamberi alayhis salam, pra pika e parë në cilën do të ndalemi është kur pejgamberi alayhis salam u ofroi fenë e Allahut subhanahu wa taala banorëve të Medines. Ajo që ata i thanë njëri tjetrit është, kjo është ajo për cilën na kanë treguar jehudit, pra me cilën na kërcënoheshin neve jehudit. Kjo është ajo pra me cilën ata na kërcënoheshin neve. E kjo tregon se edhe pse këta ishin mushrik, mirë po kjo informat e vogël, kjo dituri e vogël të cilën ata e kishin, ishte e dobishme për ta. Kjo tregon vlerën e diturisë, vlerën e informatës, sa që kjo informat u bë sebeb që këta të hynë në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, thot nuk kishte asnjë fis prej fiseve arabe të cilët kishin më shumë dituri për pejgamberin alayhis salam se sa ensarët. Dhe kjo thot për shkak se jehudit u kishin treguar gjithsesi kur kishin mosmarrveshje, siç e përmendëm, ishin kërcënuar me këtë gjë. Andaj kjo dituri u bë sebeb që ata të parët ta pranojnë thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo, siç tham, e potencon vlerën e madhe që e ka dituria. Vlerën e madhe që e ka dituria. Pika e dytë në të cilën dëshirojnë që të ndalemi gjithsesi prej dobive që i kanë përmendur dietarët është ajo që e transmeton Aisha radiallahu anha. E ajo është se para se të shkojë pejgamberi alayhis salam në Medinë, pas ka ndodhur një luftë e madhe në mes Ausit dhe Hazrejit. Dhe ajo quhet Yawmu Bu'ath, dita e Bu'athit. Ky është një vend pra ku ka ndodhur lufta në mes Ausit dhe Hazrejit, në mes të këtyre dy fiseve. Dhe në këtë luftë ka deshtë Allahu që të vriten ata prisit më kryeneq dhe më të vjetër të dy fiseve. Pra janë vrarë shumë prej prisve të vjetër kryeneq, të cilët nuk do ta pranonin pra fenë e Allahut subhanahu wa taala gjithsesi, dhe nuk e kishin pranuar edhe pse disa prej banorëve të Medinës në atë kohë, siç e përmendëm, ishin musliman. Andaj i thot Aisha radiallahu anha, kjo ishte prej mirësisë të Allahut subhanahu wa taala ndaj pejgamberit të tij. Saqë ja për dallim pra në Mekë ku udhëheqësat e kundërshtuan, në Medinë pejgamberit alayhis salam Allahu ja largoi këtë pengesë në mënyrë që të ketë sukses më të madh në thirrjen fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo ndodhi e madhe, gjithsesi kjo fatkeqësi e madhe për banorët e Medinës, ku tregua ajo armiqësia që e kishin mes veti në kulm, e arriti pra kulminacionin,
kishte urtësi prej anës së Allahut subhanahu wa taala, edhe atë për dy gjëra. Gjë e para prej tyre, urtësia e parë që e përmendin dietarët është se me këtë Allahu subhanahu wa taala i ndihmoi pejgamberit të tij, sepse ata udhëheqës mbas asaj që tregojnë sahabët nuk do ta pranonin pra fenë e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu subhanahu wa taala e dinte se ata do të jenë pengesë në thirrje, andaj ia eliminoi këtë pengesë si ndihmë ndaj pejgamberit të tij. Dhe dyta është që ta kuptojnë banorët e vetë Medinës, ta kuptojnë vlerën e madhe që e ka ky pejgamber ndaj tyre. Sepse para se të vijë ai në Medinë, ata ishin përçar, luftonin me njëri tjetrin, e vritnin njëri tjetrin, nuk kishin për 120 vite me radhë nuk kishin paqe stabile në mes veti. Ndërsa kur erdhi pejgamberi alayhis salam, krejt kjo ndryshoi. Kjo e tregon pra vlerën e madhe që e pat ardhja e pejgamberit alayhis salam për ta, saqë kjo pat dobi pra edhe në aspektin e marrëdhënieve shoqërore që i kishin në mes veti. Pika e tretë në të cilën dëshiroj të ndalemi është mirësia, pra e përmendin dietarët prej dovive që është këtë rast mirësia e madhe që e pat feja Allahut subhanahu wa taala për muslimanët, posaçërisht për ensarët, të cilët ishin në armiqsi dhe Allahu u bashkoi zemrat e tyre me ardhjen e këtij pejgamberi dhe me pranimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala. Dobia e katërt që e përmendin dietarët është shembulli i mirë të cilin na jep pejgamberi alayhis salam neve si thirrës në fenë e Allahut, se si duhet jetë thirrsi në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam para këtij rasti, para se t'i hape kjo mundësi për të shkuar në Medinë, para se të vinë ndihmëtarët prej Medinës dhe t'i japin beslidhje, pejgamberi alayhis salam 10 vite me radhë i thirrte fiset në kohën e haxhit. 10 vite me radhë, pa ndërprerje. Parafërsisht 2 ose 3 muaj brenda vitit, pejgamberi alayhis salam bënte thirrje intensive. Pra dilte në mëngjes dhe kthehej në mbrëmje dhe komunikonte me ato fise, i thirrte në fenë e Allahut subhanahu wa taala, mirë po nuk kishte ndonjë rezultat madh. Edhe për skaj kësaj, pejgamberi alayhis salam e vazhdoi thirrjen e tij. Nuk u dëshprua, nuk e kapi ndonjë plagështi apo mërzi në thirrjen në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Asesi e dinte se ndihma e Allahut do t'i vijë. Dhe kjo është një myshde e madhe apo një gajret i madh për thirrësit e tjerë, të cilët ndoshta disa vite me radhë thrasin fenë e Allahut subhanahu wa taala, dhe padyshim se nuk kanë mundësi që të thrasin me atë intensitet me të cilin bënte thirrje Muhamedi alayhis salam, mirë po edhe për skaj kësaj ndoshta nuk kanë ndonjë rezultat shumë të madh. Duhet që ta shohim shembullin e pejgamberit alayhis salam, se si pra pejgamberi i Allahut e kishte ndihmën e Allahut, e kishte shpalljen që i vinte prej Xhibrilit 10 vite me radhë, nuk pat pra ndonjë si me thonë ndonjë ndihmë të madhe në thirrjen në fenë e Allahut subhanahu wa taala, pra nuk pat ndonjë rezultat, sepse ai nuk mund t'i themi se dështoi, mirë po nuk pat ndonjë rezultat të madh thirrja e tij në fenë e Allahut subhanahu wa taala. E tek në vitin e 11, pra u hapën dyert e thirrjes dhe i dha Allahu subhanahu wa taala një sukses më të madh. Andaj kjo duhet jetë mësim për neve, se si duhet jemi në thirrjen në fenë e Allahut subhanahu wa taala, se nuk duhet të humbim shpresat, se duhet të jemi të vazhdueshëm dhe se duhet të jemi pra të palodhshëm në thirrje në fenë e Allahut subhanahu wa taala, pa marrë parasysh në fillim a ka ndonjë rezultat të madh apo jo. Dobia e pestë të cilën e përmendin dietarët është se lehtësimi nga vështirësia vjen në momentin kur vështirësia është në kulmin e saj, kur vështirësia e ka arritur kulmin, atëherë Allahu subhanahu wa taala i çel dyert e thirrjes
Dhe jo vetëm në rastin e pejgamberit alayhis salam, edhe tek popujt e mëhershëm kemi shembullin e Musait alayhis salam. Në momentin kur ishim para detit, ushtria e faraonit para tyre ishte deti, dhe Benu Israilet gati më se i humbën të gjitha shpresat, në atë çast i erdh shpallja Musait alayhis salam, mshoi detit dhe i erdh pra lehtësimi. Kështu pra është ligji i Allahut subhanahu wa taala, i sprovon robërit e tij dhe kur vërtetohet durimi i tyre, u vjen pra lehtësimi dhe ndihma prej Allahut subhanahu wa taala, në mënyrë që kur t'u vinë ndihma, të jenë pra njerëz të pjekur, njerëz të kalitur në sprova dhe të dinë dhe t'ja dinë pra mirësinë apo vlerën apo kimetin, siç thot populli, kësaj lehtësie dhe kësaj ndihme nga Allahu subhanahu wa taala. Dobia tjetër që e përmendin dietarët është në lidhje me hadithin e Ubade ibn Samitit radiallahu anhu, ku përmendën kushtet të cilët pejgamberi alayhis salam ua vendoi në beslidhje, pra kushtet e marrëveshjes. Gjëja e parë me të cilën filloi Muhamedi alayhis salam ishte mos bërja e shirkut, tauhidi pra. Dhe kjo është ajo me të cilën duhet pos Allahut, andaj vetëm mua më adhuroni, pra boshti, shtylla e thirrjes së pejgamberëve ishte tauhidi e që është domethënia e fjalës la ilaha illallah. Po ashtu thot Allahu i lartësuar, duke treguar vlerën e kësaj shtylle themelore në fenë e Allahut subhanahu wa taala, që është tauhidi, thot Allahu i lartësuar: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Thot Allahu i lartësuar, dhe të shpallur ty edhe atyre që ishin para teje, se nëse bëni shirk do të azgjësohen veprat tuaja dhe do të jeni prej të dështuarve. Kjo pra është vlera e tauhidit, sepse pa tauhid veprat tjera nuk kanë ndonjë peshë dhe janë të azgjësuara. Dobia tjetër që e përmendin dietarët është qëndrimi i këtyre 6 sahabëve të parë prej Medinës, të cilët e pranuan fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ata kur u kthyen në Medinë nuk u mjaftuan me kaq. Nuk u mjaftuan dhe thonin ne e pranuam, u kry puna. Jo, me njëherë bën thirrje në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Me njëherë e bën një xhamat. Sa që herën e dytë pas një viti kur shkuan tek pejgamberi alayhis salam, numri i tyre kishte arritur 10 njerëz dhe 12 prej tyre u zgjodhën dhe shkuan si delegacion tek Muhamedi alayhis salam. Brenda një viti pra, me njëherë thirrja e tyre pati sukses dhe i dha frytet e saj. Andaj kështu duhet jetë edhe besimtari i cili udhëzohet, fillon ta praktikojë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk duhet mjaftohet vetëm me vetveten e tij, po duhet që të bëj thirrje në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Patjetër, sepse përndryshe rrezikohet që edhe ai pra të devijojë nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe dobia e fundit në këtë rast që e përmendin dietarët pra në lidhje me këtë pjesë të sirës është dërgimi i thirrsave në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam çka veproi, u dha një njeri të ditur që ishte Mus'ab ibn Umairi, që t'u mësoi fenë e Allahut subhanahu wa taala atyre. Dhe thirrja kur bëhet dërgesa pra në një vend duhet të dërgohet një njeri i ditur, sepse kur do të bëj thirrje do të ballafaqohet me situata të ndryshme, do t'i dalin sfida të ndryshme, do të ketë nevojë të përgjigjet ndaj pyetjeve të ndryshme. Andaj pejgamberi alayhis salam, suneti i tij ishte që kur të dërgoi thirrës në vende të tjera, të dërgoi njerëz të ditur. Në Yemen për shembull e dërgoi Muadh ibn Jabelin. Muadh ibn Jabeli radiallahu anhu ishte njeriu më i ditur prej sahabëve në lidhje me halalin dhe haramin. Andaj kjo është ajo që duhet ta kenë parasysh, sidomos ata vëllezër të cilët e kanë zakon që të dalin, siç e quajnë ata khuruj, për të bërë thirrje në fenë e Allahut subhanahu wa taala duke shkuar në vende të tjera.
Ai i cili duhet shkojnë ato vende është njeriu i ditur, ai që ka dituri pra. Nuk duhet ta neglizhojnë këtë pikë, nuk duhet ta neglizhojnë këtë pikë, sepse ndonjëherë njeriu nga padituria bën më shumë dëm se sa që bën dobi. Dhe thirrja në këtë rast, dërgimi i njeriut dikund për të bërë thirrje në një vend të caktuar është prej sunetit të pejgamberit alayhis salam, përderisa nuk caktohet me ditë të caktuara. Pejgamberi alayhis salam e kishte zakon që të dërgoj njerëz për të bërë thirrje, mirë po nuk u caktonte me 40 ditë apo 4 muaj apo 3 ditë apo një javë. Nuk u caktonte pejgamberi alayhis salam, andaj nuk na takon as neve që të bëjmë një caktim të tillë. Tamam, ai i cili don të del, të bëj thirrje në fenë e Allahut subhanahu wa taala, të shkojë në përmalsi, në përbjeshka, i themi nëse ke diturit mjaftueshme, i plotson kushtet, shko, mirë po mos i cakto ditët, mos i cakto ditët sepse nuk keni argument për t'i caktuar ato. Pejgamberi alayhis salam nuk u caktonte shokëve të tij me ditë të caktuara, mirë po i lente të lirë, pra aq sa ka nevojë thirrja, aq le të qëndrojnë. Dhe me këtë po e përfundojmë dersin e sodit. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.